Faleminderit zotit Gjiknuri, faleminderit ju dhe zotit Bulikbashi për ftesën për të qenë në këtë takim dhe për të adresuar dy fjalë në lidhje me çështjen e financimit vjetor të partive politike. Shkëlqësiu ambasador Taron Gonzato dhe Giulia Ray, të nderuar pjesëmarrës. Në praktikë, sistemi i financimit politik shqiptar përballet me një sër sfidash dhe dobësish, të cilat në mungesë të zgjidhjeve efektive ligjore rrezikojnë të minojnë integritetin e procesit zgjedhor dhe funksionimin normal të demokracisë. Në Shqipëri ekziston një kuadër ligjor për financimin politik, i cili përbëhet nga ligji për partitë politike, si dhe dispozitat përkatëse të kodit zgjedhor. Analiza e praktikës së zbatimit të këtij legjislacioni, si dhe vlerësimet e vetë institucioneve tona tregojnë se ky kuadër ka përshllëqe, paqartësi dhe dobësi serioze, e për këtë shkak kërkohet ndërhyrje e menjëhershme dhe e gjerë. Problematikat nuk janë thjesht perceptime publike, ato janë evidentuar nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe nga vëzhgues të ndryshëm. Realiteti aktual tregon se financimi politik në Shqipëri është një problem kompleks dhe i pazgjidhur plotësisht. Përteç shifrave dhe mekanizmave ekzistues ligjor, thelbi i çështjes qëndron tek transparenca, llogaridhënia, barazia në garë dhe besimi i publikut. Më poshtë rendis një listë të disa prej problematikave të evidentuara prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të lidhura me financimin periodik pra vjetor të partive politike, si dhe rekomandimet përkatëse. E para ka të bëjë me mungesën e publikimit proaktiv dhe të transparencës së vazhdueshme në lidhje me financimin e partive politike. Partitë politike nuk vendosin në dispozicion të institucioneve përkatëse, si dhe të publikut, të dhënat e tyre financiare, përveç se në momentin kur KQZ i publikon raportet e tyre vjetore, si dhe ato të fushatës. Kjo do të thotë se transparenca realizohet vetëm në mënyrë pasive, qytetarët, anëtarët e partisë, por dhe votuesit nuk kanë akses të drejt për drejt dhe periodik në informacion. Kontrolli publik mbi financimin politik mbetet i kufizuar me këtë rast. Në praktik, kjo situatë krijon një ndek të madh mes standardit ligjor dhe pritshmërive demokratike për llogaridhënie. E me këtë rast, rekomandohet që të kemi një raportim periodik brenda raportimit vjetor, që mund të jetë 3 mujor ose 4 mujor, publikim të detajuar të tarë dhe shpenzime, si dhe një platformë elektronike të aksesueshme për publikun për të konsultuar raportet financiare. 2. Auditim formal i partive politike, i cili është një auditim jo funksional, dhe kjo lidhe me një shpërndarje jo efikase të burimeve të kontrollit të auditimit të bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ligji aktual kërkon kontroll vjetor për çdo parti politike të regjistruar. Megjithatë, sipas praktikës së KQZ-s, mbi 50% e partive të regjistruara nuk kanë marrë pjesë në 4 proceset e fundit zgjedhore. Mëtej akoma, nga 135 parti politike të regjistruara, 84 prej tyre nuk kanë dorëzuar raportin financiar vjetor për vitin 2024. Kjo situatë tregon se auditimi realizohet shpesh në mënyrë formale, burimet administrative shpërndahen mbi subjekte pa aktivitet politik real dhe konkret, fokusimi tek partitë me ndikim real politik është i dobësuar. Vetë KQZ ka evidentuar nevojën për kalimin drejt auditimit të bazuar në aktivitet financiar, status aktiv dhe përfitim fondesh publike kryesisht. Në këtë rast rekomandohet një auditim i bazuar në risk dhe në aktivitet real. Kontrolli financiar duhet përqendrohet tek partitë me aktivitetin financiar real, subjektet që përfitojnë fonde publike, si dhe rastet me indikator risku. Kjo, sipas vlerësimit tonë, do të rrisi eficiencën dhe cilësinë e mbikëqyrjes dhe të auditimit të financave të partive politike. 3. Konflikt interesi në pagesën e audituese. Një tjetër problem serioz lidhet me modelin aktual të auditimit të fondeve të partive politike.
Përzgjedhja e audituesve vërtet bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por pagesa për audituesit bëhet nga partitë politike të cilat auditohen. Në disa raste, partitë politike nuk janë audituar, pra financat e tyre, pikërisht për shkak të paaftësisë paguese të partive politike. Ky model në vlerësimin tonë krijon konflikt interesi potencial, cënon pavarësinë e auditimit dhe dobëson efektivitetin e kontrollit financiar. Ndaj rekomandohet një unifikim i procesit të auditimit, ku audituesit të përzgjidhen trajnohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dhe të paguhen nga KQZ, pra nga buxheti i shtetit. 4. Mospërputhje të sanksioneve ligjore. Ka një anomali të theksuar dhe të dallueshme thuajse nga të gjithë aktorët në lidhje me mospërputhjen midis sanksioneve për raportimin financiar të parashikuar në ligjin për partitë politike me ato të parashikuar në kodin zgjedhor, edhe pse flitet për dy aspekte të ndryshme financimi. Por në gjykim dhe në vlerësimin tonë, kjo mospërputhje krijon paqartësi në zbatim, vështirëson përcaktimin e masës ndëshkuese, si dhe dobëson efektivitetin e kontrollit dhe dobëson parandalimin e problematikave të sistemit të financimit. Edhe me këtë rast, rekomandohet harmonizim i sanksioneve administrative si në sistemin e gjobave të përcaktuar nga ligji për partitë politike ose nga ligji për financimin e partive politike, ashtu dhe në atë të parashikuar në kodin zgjedhor. 5. Kapacitetet të kufizuara institucionale. Struktura e KQZ-s, të paktën struktura aktuale e KQZ-s që merret me mbikëqyrjen financiare, është e kufizuar në burime njerëzore dhe logjistike. Në kushtet e një sistemi me mbi 100 partitë regjistruar, një strukturë e vogël e bën të vështirë kontrollin efektiv të auditimit dhe kjo dhe në kohë dhe në cilësi të tij. Ndaj rekomandohet në vlerësimin tonë forcimi i kapaciteteve institucionale, sepse mbikëqyrja e fondeve kërkon rritje të stafit të specializuar, një platformë elektronike më decente dhe të integruar për raportimin financiar dhe automatizim të këtij kontrolli. 6. Pabarazia financiare dhe konkurenca jo e barabartë. Si vëzhgimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo gjetjet e tij, po ashtu raportet organizatave monitoruese, si dhe analizat të ndryshme publike të bëra nga aktorë të ndryshëm, kanë evidentuar se sistemi aktual i ndarjes së fondeve publike favorizon partitë e mëdha dhe kjo në bazë të performancës së zgjedhjeve të kaluar, duke krijuar barriera shpesh domethënëse për partitë e reja apo të ashtu quajtura parti të vogla. Në gjykimin dhe në vlerësimin tonë, kjo ndikon drejt për drejtin në pluralizmin politik dhe në mundësinë reale për konkurrencë të barabartë. E për këtë arsye, ne rekomandojmë që financimi vjetor i partive mos jetë në raport 100% të drejtë me rezultatin e zgjedhjeve dhe ose vetëm me rezultatin e zgjedhjeve pararendse. Për të mos folur këtu dhe për çështjen e aseteve të tjera që lidhen me partitë politike, ka një diskriminim në këtë aspekt. Dy partitë e mëdha politike e marrin financimin vjetor në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve, por kanë një avantazh të shtuar sepse janë të pajisur me godina, me infrastruktura, jo vetëm në nivel qendror, por edhe në nivelin lokal. Ndërsa partitë të tjera parlamentare, të cilat sipas ligjit kanë të drejtën për të përfituar fonde publike, nuk kanë mundësi për të kompensuar për zyra apo seli si nivelin qendror dhe në atë lokal. 7. Mungesa e transparencës në donacionet private dhe rreziku i ndikimit të paligjshëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dhe organizata monitoruese të ndryshme kanë ngritur shqetësime për deklarime jo të plota në donacione, mungesë të raportimit në kohë dhe vështirësi në verifikimin e burime reale të financimit. Këto dobësi kanë rritur rrezikun e ndikimit të interesave private në politikbërje, kanë cënuar besimin e publikut dhe kanë krijuar hapësirë për financime të ndaluara. Me këtë rast rekomandohet sqarimi i burimeve të ndaluara, një përkufizim më i qartë për to. Ligji duhet përcaktojë në mënyrë të plotë dhe shtruese kategoritë e financimit të ndaluar, mekanizmat e verifikimit
dhe pasojat ligjore për shkelje. Përfundimisht, sjell në vëmendje se nevoja për qartësim dhe plotësim të dispozitave që kanë të bëjnë me financimin e partive politike lidhet drejt për drejti me standardin dhe integritetin e procesit zgjedhor. Kur sistemi i financimit politik është i paqartë ose i dobët në zbatim, rritet perceptimi i korrupsionit, dobësohet besimi i publikut tek partitë politike, cënohet barazia në garë dhe shtemburohet konkurenca politike. Financimi i paqartë nuk është vetëm një çështje teknike, por ai prek drejt për drejti legitimitetin e sistemit përfaqësues. Nëse synojmë një sistem zgjedhor të ndershëm, garë të barabartë dhe institucione të besueshme, duhet të ndërtojmë një kuadër financiar, politik të qartë, të harmonizueshëm dhe të zbatueshëm. Faleminderit.